Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët. Për iftar, sot kam përgatitur receta tepër të mira, speciale për mysafir dhe është një meny iftari për 8 persona. Si gjithmonë jam munduar që të paraqes para jush edhe recetat më të mira për mysafir, duke përdorur 2 lloje të mishit edhe patate. Pra, kemi mish pule, mish viçi, patate, supë, gjithashtu kemi përgatitur edhe bukë, edhe ëmbëlsirat në gota që ju shijojnë shumë. Janë një nga recetat e mia të preferuara, nuk do të zhgënjeheni në qoftë se do ta provoni edhe këtë recetë dhe këtë iftar. Shpresoj që ata që do ta përgatisin do ju pëlqej. Ju dëshiroj të gjithë besimtarëve musliman agjërim të lehtë dhe të pranuar. Unë tash po filloj me i përgatit krejt këto receta që ju po i shikoni. Fillojmë me përgatitjen e recetave. Fillimisht marrim 1 kilogram mish viçi në fileta. Edhe tash po i vendosim kese mbi, sepse ne do vazhdojmë edhe do ta shtypim mishin, kështu pastaj më lehtë mishi i viçit do të kavërdicet, në qoftë se ju veproni kështu. Krejt filetat e viçit do i shtypim kështu. Dhe kështu pra po vazhdojmë derisa të përfundojmë me krejt filetat. Thash 1 kilogram fileta viçe. Pasi të përfundojmë, do të vazhdojmë edhe do të bëjmë marinimin e mishit. Vazhdojmë edhe tek mishi, shtojmë 1 lugë të mesme me vegit. Pak hudhër pluhur. 1 lugë të mesme me biber të kuq. Biber të zi, veç pak. Kryp 1 lugë të çajit, pra veç pak kryp, edhe shtojmë dikon 50 ml vaj. Mishin vazhdojmë e përzim mirë, po të keni kohë, mund ta lëni mishin për së paku 2 orë ose gjithë natën që mishi të marinohet mirë me krejt këto përbërëse që ja kemi hedhur. Nëse jo, vazhdojmë edhe e kavërdisim në tigan. Në tigan kemi shtuar pak vaj, edhe presim që vaji të filloj të nxehet dhe në ndërkohë po i shtojmë edhe filetat e viçit. Vazhdojmë kështu derisa ta mbushim mirë tiganin, por që do të presim që mishi të kavërdiset mirë. Sa po është kavërdisur nga njëra anë, do e rrotullojmë nga ana tjetër. Është shumë i rëndësishëm edhe ky proces i përgatitjes. Në fillim do e lajmë temperaturën në shpejtësi pak më të lartë e pastaj do e ngadalësojmë temperaturën e ploqës dhe do ta lajmë që mishi pra të vërgohet kështu në temperaturë mesatare ngadal edhe të zihet pak, pra sepse mishi veç do të lëshoj edhe pak lëngun e vet. Po e vreni që veç ka fillu me lëshu lëngun e vet, edhe tash unë do ta mbuloj me kapak edhe do ta lë mishin që të zihet. Në qoftë se nuk e lëshon mishi lëngun, mund t'i shtoni pak ujë, pra dikon 100 ml ujë, edhe ta lëni kështu në temperaturë mesatare, ngadal që mishi të zihet. Ko pas kohe e rrotullojmë që mos na digjet. Pra ko pas kohe e mbulojmë me kapak. Dhe pasi që ta shikojmë që mishi veç ka fillu, pra të merr atë zjerjen e parë, për afërsisht një 10 minuta ose 15 do ta zieni kështu në temperaturë mesatare, pastaj do ta largojmë në një pjatë tjetër. Këtu në të njëjtin tigan po shtojmë 1 qep që e kemi grimcu, pra e kemi prerë në pjesë të vogla edhe vazhdojmë pra e kavërdisim. E në ndërkohë ne këtu shtojmë edhe këpurdha, për afërsisht për këtë recetë do të përdorim 400 deri në 500 gram këpurdha.
por siç po e shikoni, unë po i përdori të konzervuara, por nëse mund të gjeni kështu të freskëta, do t'ishte edhe më mirë. Vazhdojmë i kavardisim këpurtat kështu, së bashku me qepën, e në ndërkohë do të shtojmë edhe pak vaj. Shtojmë pak vaj dhe vazhdojmë i kavardisim. Për afërsisht për 5 minuta besoj që do t'i kemi gati. Pastaj shtojmë 2 lugë të gjellës me pure domate. Dhe krejt në fund po e shtojmë ujen. Në fillim po shtojmë 2 gota ujë. E përzim. Edhe e shtojmë mishin tek lëngu që po zihet. Pra mishin do ta zijejmë në këtë lëngun që e përgatisim me këpurdha edhe me salcë domate. Pasi mishin e kemi shtuar, e leni që të zihet për 15 minuta të tjera, pastaj marrim 100 ml ujë edhe 1 lugë të gjellës me niseshte, ja shtojmë tek mishi. Edhe tash e mbulojmë me kapak, por do ta zijejmë ngadal, pra në temperaturë mesatare, pra mishi duhet të zihet ngadal që mos t'ju ngjitet, edhe kur zihet ngadal ashtu mishi zihet shumë ma kollaj sesa kur e zijejmë në një temperaturë më të lartë. Pra do ta lajmë mishin që të zihet, por ko pas kohe do t'i shtojmë ujë, sepse ne duhet ta provojmë a është zi mishi ose jo, sepse mishi do t'i duhet një periudhë pak më e gjatë derisa të zihet. Por me që është mish viçi, besoj që do t'na kemi gati shumë shpejt. Derisa salca të trashet, po vazhdoj me përgatitë edhe recetën tjetër të mishit me fileta të pulës. Në të njëjtën mënyrë po i përgatisim edhe filetat e pulës, pra duhet që filetat t'i rrohim njëjtë kështu, sikur filetat e viçit. Është një recetë që vërtet do t'ju shijoj shumë, dhe sidomos kur e përgatisim për mysafir, e dim që kemi përgatitur diçka shumë të mirë dhe të shishme. Prandaj ju them se këto receta ja vlen të provohet, përgatitni sepse çdo gjë është e saktë dhe nuk ju dështon. Vazhdojmë. Hedhim 5 lugë të gjellës me miell. Tu shtojmë qumsht 100 ml, 40 ml ujë të gazuar, 1 lugë të mesme me biber të kuq, shtojna pak biber të zi, pak hudhur pluhur veç pak, edhe 1 vezë komplet, dhe në fund e shtojmë edhe krypën, por gjithashtu kam shtu edhe 1 lugë të mesme me erza, kerry erza, tash po shtojmë edhe 1 lugë të mesme me kryp, pra mos harroni të shtoni 1 lugë të mesme kerry erza, krejt masën e përzim me lugë, e pastaj shtojmë mishin, pra filetat që i kemi përgatitur më herët. Duhet që të qëndrojnë në këtë sos të themi, dhe kështu të marinohet mishi mjaftueshëm. Edhe mishin e pulës apo filetat e pulës, pra mundemi me i lanë kështu që të marinohen për 2-3 orë. Pasi mishi të jetë marinuar, në një anë tjetër marrim cornflakesa edhe i shtypim me dorë, ose mund të shtypni edhe në një blender, sepse këtë recetë po e përgatisim me cornflakesa, ja vlen me provu pasi që do ju shijoj shumë kjo recetë. Pasi kemi gati cornflakesat, tash po vazhdojmë edhe mishin, po e lyej me cornflakesa, e pastaj do ta fërgojmë. Është një nga recetat e preferuara të familjes time. Pra filetat e pulës do i kalojmë kështu në cornflakesa, e pastaj vazhdojmë në të njëjtën mënyrë me krejt mishin çka e kemi këtu. Pastaj e shtojmë mishin tek vaji që e kemi hedhur, po e vreni që kam hedhur mjaftueshëm vaj, dhe tash po presim që filetat e pulës të fërgohen.
Do i lë që të fërgohen mirë nga njëra anë e pastaj i rrotullojmë nga ana tjetër. Bëhet një mish shumë i shishëm. Nëse do ta provoni, unë besoj që të gjithë do ta pëlqejnë këtë recetë dhe sidomos do e përgatitni shumë shpesh. Pasi mishi të jetë skuqur mirë dhe mjaftueshëm, atëherë do ta largojmë. Dhe krejt në fund, mishin e pulës apo filetat e pulës i kemi gati. Vazhdojmë me përgatitje tjera. Në një enë hedhim 1 kilogram me patate. Këtu kam përzgjedh patate të vogla edhe shtojmë pak hudhër pluhur, pak biber të zi, kerri e rëza, 1 lugë të mesme. Shtojmë veget, 1 lugë të mesme edhe gjys luge. Dhe gjithashtu shtojmë 60 ml vaj. Vazhdojmë i përzim patatet mirë që të përzihen me krejt erëzat që i kemi hedhur e pastaj drejt e në tepsi. Tepsijës i kemi shtruar letër për pjekje. Patatet i kemi gati, shtojmë edhe pak rozmarin edhe në furrë. Do i la që të piqen në temperaturë 220 gradë, derisa patatet të piqen dhe të skuqen kështu si në video. Pra ju do t'i kontrolloni. E në ndërkohë po vazhdojmë me recetën e bukës, samunat. Në një enë po shtojmë 20 gram maja buke të freskët. Këtu shtojmë 1 lugë të mesme sheqer, 2 gota me ujë. Gotat janë nga 225 ml. Vazhdojmë edhe e përzim mirë ujin, së bashku me majën e bukës edhe shtojmë miell. Pak miell e përzim edhe në fund krejt shtojmë krypën, edhe kësaj recete do t'i hedhi 1 lugë të gjellës me kryp. Po vazhdojmë edhe po shtojmë miellin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Në total për këtë recetë mua mu deshtën parafërsisht 550 gram miell. Pra brumin e formoni, por jo një brum teje të fortë, pra të jetë pak i butë. Dhe pasi brumin që ta formojmë, atëherë do ta la brumin që të pushoj mirë në temperaturë dhume, parafërsisht ndoshta për 1 orë, besoj që do ta kena gati. Varet nga ambienti ku qëndron brumi, gjithmonë edhe koha varet. Edhe pasi që krejt tash është gati, edhe brumi është dyfishu, po e marrim brumin edhe po e lam në tavolinën e punës. Tash brumin do ta ndajmë në 4 pjesë të barabarta dhe kështu do të formojmë 4 samuna ose 4 kuleç. Po e preni që brumi është vërtet shumë i mirë. Vazhdojmë formojmë kuleçt, edhe kështu e përgatisim edhe recetën e sotshme të bukës për iftar. Një recetë që ja vlen të provohet dhe vërtet bëhet shumë e mirë. Nëse do ta provoni, ju boft mirë. Pastaj i vendosim kuleçt në tepsi, edhe tash do të vazhdojmë edhe do t'i shtypim nga pak me dorë, por fillimisht po ju hedhim pak miell që mos na ngjitet brumi për dorë. Pra i shtypim kështu me dorë, edhe brumin do ta la që të pushoj dhe që brumi të dyfishohet edhe një herë për 15 deri në 20 minuta. Do ta mbuloj edhe do ta la bukën që të dyfishohet edhe një herë. Pasi buka të jetë gati, në një enë tjetër shtojmë 1 të kuq të vesë dhe 2 lugë të gjellës me kos, vazhdojmë me përzim, edhe me këtë salcë ose me këtë përzierje do ta lyejmë bukën mbi. Po e vreni që buka veç është dyfishu, edhe tash e shtojmë kosin me vetë dhe i lyejmë me lugë.
Në ndërkohë, furrën e shporetit mos harroni që ta nxehni në temperaturë 230 gradë, sepse në këtë temperaturë do të pjekim edhe bukën. Mbi do I hedhim vegetë sipas dëshirës, edhe do ta shpojmë bukën në disa vende që mos të çohet kore me lugë. Edhe tash furra është nxehtë, buka është gati edhe do I shtim në temperaturë 230 gradë që të pjeket për 15 minuta. Pasi buka është pjek, e kam mbulu që mos të ftohet, por edhe pak të zbutet kur jam bë, edhe buka është gati, është tepër e mirë e shishme, ja vlen që ta provoni edhe këtë recetë. Ne po vazhdojmë me përgatitjen e ëmbëlsirës. Dhe për ëmbëlsirën apo iftarin e sotshëm kam vendosur me përgatit ëmbëlsira në gota, ëmbëlsirë pa pjek që përgatitet shpejt dhe lehtë dhe na nevojiten këto përbërës: biskota të bluara, dikon 300 gram, dhe në secilën gotë do të shtojmë nga 1 lugë e gjysmë e gjellës, pra me biskota, e pastaj do të vazhdojmë të shtojmë kremin. Shtojmë 1 litër qumsht. Vazhdojmë shtojmë sheqerin, 1 gotë me sheqer, gota është 200 ml. Shtojmë 2 lugë të gjellës me niseshte. I mbushni plot me maje, 2 lugë të plota, mandej shtojmë miell, 4 lugë të gjellës miell, gjithashtu të mbushura plot me maje, edhe shtojmë sheqer vanilje, 2 pako sheqer vanilje, 1 të kuq të ves, edhe I përzim mirë që të tërheten të gjithë përbërëset. Mandej vazhdojmë edhe këtë kremin e zim ngadal duke e përzier vazhdimisht derisa masa të trashet, sikur kur përgatisim pudingun. Vazhdimisht do ta përzini që mos t'ju ngjitet. Pasi të përfundojmë, e largojmë nga zjarri. Pasi ta largojmë nga zjarri, menjëherë shtojmë 200 ml krem hopla për ëmbëlsira ose lloj tjetër të kremit për ëmbëlsira. Dhe tash vazhdojmë edhe e rrahim me mikser që të bashkohet mirë. Edhe kremin që e përgatitëm, edhe kremin për ëmbëlsira. Dhe tash, pasi që është përzi mirë, kremi është gati, është akoma I nxehtë, dhe vazhdojmë I mbushim gotat me kremin e përgatitur. Ëmbëlsirave mbi do ju përgatisim edhe 1 glazur të përgatitur nga frutat e malit, dhe në 1 tenxhere shtojmë 300 gram fruta mali, pastaj shtojmë 6 lugë të gjellës me sheqer, edhe 300 ml ujë, dhe vazhdojmë presim që frutat të zihen mirë. Frutat do t'i laqet të zihen mirë në temperaturë mesatare dhe kështu parapërsesh për 10 minuta. Këto do të zihen shpejt për shkak se janë të ngrira, dhe pasi që të zihen, pra ne do t'i kontrollojmë, do të shtojmë 2 lugë të gjellës me niseshte dhe 100 ml ujë, do t'i përzim mirë, edhe do t'i shtojmë që frutat edhe glazurat të trashet, e shtojmë tek tenxherja, dhe presim që të filloj uji të vloj, edhe kjo dal nga dal do të trashet, duke u zier edhe lëngu nga pak do të shteret. Dhe krejt në fund, kur frutat janë zier, do të shtojmë 1 lugë të gjellës me gjalp ose margarin, vazhdojmë e përzim që të shkrihet margarini, dhe çfarë është me rëndësi që të shtypni nga pak frutat, kështu, pra frutat e malit, të shtypni që edhe ato ta marrin krejt sheqerin edhe të zbuten pak, po të bëhet edhe një glazur pak më e butë, ose mundeni edhe t'i bluani me blender nëse do të dëshironit. Edhe siç po e shikoni, tani glazura është gati
vetëm vazhdojmë edhe e shtojmë tek ëmbëlsirat. Tash shtojmë nga 2 lugë të gjellës në secilën gotë. Edhe kjo është ëmbëlsira që ne po e përgatisim për sot. Shpresoj që do ju pëlqejë edhe kjo recetë. Mua më mbetet ju them vetëm se provone sepse ja vlen, pasi që shijon shumë edhe nuk besoj që nuk do ta pëlqejë dikush. Pasi që ta leni që të ftohet mirë në frigorifer për disa orë, mundeni pra me e servu edhe po e vreni se sa e mirë që është bërë. Tash çdo gjë e kemi gati edhe e kena servu buka, ëmbëlsirat, kena përgatitur edhe sallat. Dhe tani me që koha e iftarit po ofrohet, ne po vazhdojmë edhe po e servojmë krejt çka kena përgatit. Pra vazhdojmë edhe e servojmë në pjatë mishin e pulës, fileta pule, edhe patatet janë gati, çdo gjë është gati, unë vetëm se ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Zoti ua begatoft të gjithë sofrat e juaja. Zoti ua pranoft të gjitha lutjet. Edhe mishi i viçit është gati së bashku me salcën, po e vreni që edhe salca është trash, edhe mishi është zier mjaftueshëm. Këto ishin recetat që unë i kisha përgatitur për meninë e sotme të iftarit, receta për mysafir, ja vlen të provohen, mundeni me shtu nëse doni edhe pak pilav për ta bërë menin tuaj edhe më të begat. Këto ishin recetat që kishim përgatitur për sot. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.